Një hapësirë që dikur je hënte nga zërat e nxënësve të Suharekës, sot ruan kujtesën e arsimit ndër vite. Ky objekt, që më parë ka shërbyer si shkollë, për një periudhë ka qenë i mbyllur, por tashmë është rikthyer si muze. Brenda tij ruhen artefakte të ndryshme dhe me rëndësi të veçantë, që dëshmojnë zhvillimin ndër dekada. Përveç ekspozitave, ky muze është bërë edhe një pikë takimi për nxënës e student, ku organizohen aktivitete të shumta edukative, duke e lidhur të kaluarën me të tashmen. Historiani Nazif Demiraj rrëfen për zhvillimin e arsimit ndër vite, me sfidat që janë përballur dhe rolin që ka pasur shkolla në ruajtjen e identitetit dhe dijes, që sot quhet Muzeu i Edukimit. Mbas përfundimit të luftës, në vitin 2001, së bashku me disa kolegë historian, u patëm angazhuar si pjesë ndihmëse të profesor doktor Jusuf Osmanit rreth emërtimit të vendbanimeve të komunës së Suharekës. Dhe në ekspeditat që bënin në përfshatra për me gjetë bashk punëtorët që do t'jepnin ide për vendbanimet e tyre, neve rastësisht duke lëvizur në rrugën nga Peçani Madh për Pexhan të vogël, kemi asur duke bërë gërmime një familje për ndërtim shtëpie dhe kemi pasur se aty po dëmtohet një lokalitet arkeologjik. Në këto rrethana kemi pasur nevojshme që njoftojmë organet përkatëse për me ndërprer deponime për mos me dëmtu më tepër atë lokalitet dhe njëkohësisht artefaktet që i keni gjetë aty të cilat ishin udhër në lumin afër, kur i ofruam komunës për me rujt, ato në thanë që na nuk kem mundësi dhe kapacitetës, s'kem një vend posaçëm për rujtjen e tyre. Na sugjeruan që shkojmë në Prizren, të qojmë në lokalitet, domthonë në Institutin e Historisë në Prizren. Në këto rrethana, dikush na ofroi një ide me bisedu me Blerim Kuqin, një dashamir i pjesës arkeologjike. Dhe në takimin që patëm me to dhe me profesor Enver Bytyqin në Prizren, i cili tani është inxhinier, na dha ideja që të angazhohemi për themelimin e një muzeu. Deri në vitin 2007 ka shërbyer si shkollë, domosdoshmë fillore, me kohë për shkak se objekti tani është pajis me pjesë tjera ndarëse dhe i ka plotësuar nevojat e shkollimit, kjo është bëshatisë dhe është lënë. Për një 5 vjet objektin e të cilin gjendemi ka qenë tërësisht i demoluar në shkatrum, po mbas dhënies së të ndërë dhe renovimit e tij është marrë vendimi që të kthehet në muze. Për vitit 2012 do të funksionon si muze. Është themeluar me qëllimin që artefaktet që do të gjenden gjatë periudhave të ndryshme kohore të sillen këtu dhe më qenë në start të gjitha këto artefakte që posedojmë këtu janë se rezultati i gjetjeve të rasteve, jo të ekspedita ulëmtuese. Edhe pse ka ndodhur ekspedita ulëmtuese në periudha të ndryshme kohore, por duke mos pasur muze, ato janë bartë për qytete të tjera, për shembull një pjesë kogja e madhe e artefakte komunës tonë gjenden në Prizren, si në qytet ashtu edhe në tek kalaja e Prizrenit dhe në Prishtinë gjithashtu. Unë kam qenë vetë dhe kam vizituar, domethënë kam parë që kogja shumë artefakte të komunës tonë gjenden në to. Në një dhomë të veçantë në muze, ruhen këpucët e fëmijëve dhe të rinjeve të vrarë, e të zhdukur në moshën 18 vjeçare, si dëshmi e luftës së fundit. Objekti plotëson nevojat për nevoja të tilla dhe pos kësaj dhomëve do më kugjinmi që është i pajisur me çdo artefakte të cilat me kohë ju do ishini, edhe dhoma tjera shërbejnë për aktivitete të tjera, për shembull si një në dhomë është para pa të shërbej për periudhën e luftës së fundit, domethënë të qëllimtarët të Kosovës, njëra për ekspozita lëvizje dhe një në dhomë të pajiset me gjetje të vjetra etnologjike. Deja Dardane, hynesha e lartë i lire, është një ndër artefaktet më domethënëse të muzeut, që simbolizon bukurinë dhe forcën e femrës Dardane, shtoi Demiraj. Një prej artefakte që është domethënëse që i shi domon muzeut është edhe kjo figura e femrës ose Yneshas Dardane, e cila është na njëjë me emrin Deja Dardane.
është gjetë nga një familje Elshane këtu në lokalitetin e qytetit Osoja, që është lokalitet kogja i njohur arkeologjik, edhe kjo është si gjetje e rastit. Për disa vite e ka mbajtur në shtëpi, po gjatë një ekspozite që ka ndodhur në muzej para disa vite, ka shpejt dëshirë me afru muzeut, o prej atje që për këtu. Unë ka interesu pakas edhe çështja e kësaj figure, do me thoni asaj, dhe me kohë kam kuptuar se arkeologja që unë e kam pasur mentore, do më në gjatë studime Edi Shukriu, tashmë më ndjerë, ajo ka botuar një libër të veçantë për historinë e Deas ose femrës Dardane. Emri Dea nuk është emër një individi, po simbolizon bukurinë e femrës Dardane. Tërësisht e ka përshkruar në punimin e saj, për arsye se punime të tilla ose skulptura të tilla kryesisht e gjetë në lokalitetin e Dardanisë. Sipas historianit, artefaktet janë të renditura sipas periudhave kohore, nga shtylla ndërtimore e perandoria romake, te mjetët metalike, shtizat, vath e byzylyk të asaj kohe. Këtu me radhë kemi një shtyllë ose bazament të ndërtimit që janë përdor pranë pallatit, domthon për arsye gjatë periudhës së sundimit romak, kur Iliria ka qenë në sundimin romak, ka qenë tradicionale dy forma të zbukurimeve pranë pallatit, format e stilit jonik dhe dorik. Një prej tyre është kjo është gjetur në mes lokalitetit Reshtani dhe Stonqani. Lokaliteti Reshtani është lëmtuar nga arkeologët kosovar të Shqipërisë, të Malezisë dhe të Maqedonisë në vitin 2011-12 dhe është një sipërfaqe për 250 metra katror të na i themuar Reshtanit që tani është rruga në atë pjesë. Para se me ndërtu rrugën, njerë kanë kryer lëmtime shkencore dhe aty janë gjetë plot artefakte dhe nivele 3 shtresore të vendbanimit. Shka më rëndësi, aty është gjetur një kokë e bullit, cila ka qenë tradicionale, të cilën atë sot e ta shikojmë me një kafsh tjetër, dhe më në forma tradicionale e ndërtimit të shtëpia është përdor koka e bullit kur është qitë në themel. Nga aktivitetet ndryshme kanë gjetur, disa për tyre kanë shpreh dëshirë mi pru. Na i kena sistemuar sipas asaj që simbolikës që trajtojnë ose periudhës kohore që trajtojnë. Për shembull, këtu kemi disa mjete prej metalit ose shtiza. Tash, po ta bëjmë krahasimin e atyre vite para erës son, kur guri ose brirët e drejt janë përdorur si mjete punës për nevoja ushqimore, për mbytjen e gjatë, dhe me zbulimin e metaleve, domthon në fillim të bakrit, edhe pse bakri ka qenë pak më i dobët, më i butë, po me zbulimin e ekrit, shoqëria ka evoluar kogja shumë. Edhe tani si rezultat i kësaj kanë lindur dhe shoqëritë me klasa, janë krijuar të prica në prodhim, ka pak kanë lindur dhe konflikte kështu. Gjithashtu mjete për ceramike që kanë shërbyer po si mjete kuzhine ose vaza ndryshme, ka nga ato që i kanë përdorur si rite fetare. Për shembull, varësisht për besimeve, formave që e kanë dhënë, i kanë bërë ose në trup, në qafë, në dur, apo edhe në prag të shtëpisë, për arsye se siç e dim, ilirët kanë besuar në shumë zotra. Ka periudha mes jetës, na shohim që shoqëria ka ecur më shumë domosdoshmë në zhvillimin e këtyre artefakteve, edhe shohim tash proponimin dhe zbukurimin e gjërave, për shembull që kanë përdorur femrat si dekorim, ose edhe zbulimi i monedhas, për shembull me kohë. Tash në këtë vazhdim kemi disa vath, bilezyk, unaza, monedha të periudhës më vonshme domosdoshmë ose periudhës romake. Drejtoresha Donjeta Kabashi tregon se kanë bërë thirrje publike për pasurimin e muzeut, duke ftuar qytetarë të kontribuojnë me objekte dhe artefakte të ndryshme. Në Muzeun e Edukimit zhvilluan aktivitete të shumta, sidomos nga nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Kemi vizita të ndryshme, të cilat shkollat fillore, domethënë duke filluar nga parashkolloret, shkollat fillore të mesme të ulta dhe shkollat fillore të mesme të larta vinë mos them çdo javë, po i kemi shumë shpesh i kemi vizitat nga ata, pasi që të gjithë janë të interesuar që ta shohin trashëgimin kulturor të Suarikës, të cilat janë gjetë në lokalitete të ndryshme në komunën e Suarikës. Ne po ashtu i kemi bërë thirrje përmes rrjeteve sociale që komunën e Suarikës janë gjetur shumë artefakte të ndryshme në lokalitete të ndryshme, por kemi
Ju kemi bërtire që ato artefakte të i sjellim me vetë dëshirën e tyre të i sjellin në Muzeun e Suarikës për të bërë ruajtjen që gjeneratat që vinë të shohin kulturën dhe traditën tonë të cilën e kemi pasur më herët. Ekspozita cila ka tërhequr vëmendjen më së shumti ka qenë ekspozita për viktimat e fëmijëve dhe të vrarëve në komunën e Suarikës. Është një ekspozitë të cilën e ka realizuar profesori historisë Kastriot Veselaj, ka qenë një ndër ekspozitat të cilat publiku e ka pëlqyer më së shumti. Ky muze tërheq vizitor jo vetëm nga Kosova, por edhe nga vende të ndryshme të botës, duke u shndruar në një pikë të rëndësishme ku historia dhe kultura njihen nga afër.